I Kosovës kontributi shumë brezave është libri më i ri e autorit Sylariti, i cili është në... Shëndetje dhe ju falenderoj për ftesën që më keni bërë. Jeni mirëseardhur. Na trego, në Kosovë ka pas një luftë vazhdueshme për merita. Na trego kujti takoj meritat për shtetin e Kosovës, sipas jush. Është e natyrshme si meritat të takojnë asaj plejade që vazhdimisht ka sakrifikuar për lirinë dhe pavarësinë e popullit të Kosovës. Dhe sidomos merita më sublime është e atyre që sakrifikuan dhe ranë në fushë betejë, pra me gjakun e tyre u ndërtu shteti i Kosovës. E ky mendoni që është kontributi i parë për shtetin? Ky është kontribut i veçuar, jo i pari, sepse kontributi është vazhdues, që nga shumë breza. Me që edhe titulli i librit është Shteti i Kosovës, kontributi i shumë brezave, dhe thotë për ndërtimin e Shtetit të Kosovës kanë kontribu shumë brezni, shumë gjenerata, me shekuj. Prandaj edhe kemi ardhur deri te Shteti i pavarur dhe sovran i Kosovës. Po, cili është kontributi i rezistencës pasore, si quhet, në krijimin e shtetit? Na trego. Unë në vlerësimet e mia, në librat e mia kam qenë ca kritik ndaj lëvizjes që unë e kam quajtur pacifiste, ndonjëherë edhe nihiliste, që ju ka shmangur një politike më aktive, që ju ka shmangur një politike më të guximshme në rrafshin politik, për ta dinamizuar, për ta ndërkombëtarizuar çështjen e Kosovës. Sepse mendoj se nga një politikë e tillë, e cila ka qenë pacifiste, jemi vonuar në procese. Prandaj këtu është ajo kritika ime që mendoj se është me argumente. Cili ishte roli i ushtrisë çlirimtare të Kosovës në jetësimin e shtetit? Ka qenë lufta përfundimtare e cila ka rezultuar me pavarësinë e Kosovës më pas 10 vjetësh. Sigurisht se kontributi i ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe luftës së saj çlirimtare është kontributi më i çmuar në historinë tonë kombëtare. Sepse u shfrytzuan gjitha mjetet në pushën në rrafshin demokratik me luftë politike dhe u vret se shteti nuk bëhet duke shfrytzuar vetëm këto mjete. Prandaj ishte e detyrueshme që të përdoret edhe mekanizmi në fushën ushtarake, u kriju mekanizmi i luftës çlirimtare të Kosovës, pra PÇK-ja, dhe gjeti mbështetje të gjithanshme, jo vetëm vendore, por edhe ndërkombëtare, prandaj edhe rezultoi me çlirimin e Kosovës nga pushtuesi fashist serb. Ju keni qenë pro kësaj iniciative për shkak se vetë edhe përmendet që nuk ka shkuar gjithmonë në politikë? Unë kam qenë pro dhe njëkohësisht e kam ndihmuar me mundësitë mia intelektuale në mënyrë të vazhdueshme. Si? Na shpjego pak atë kohë. Si e kujtoni tash pas 10 vjetësh? Unë pas 10 vitesh është pak ca vështirë ashtu të rikujtoj gjitha, po megjithatë unë kam qenë i detyruar që nga viti 96 i ngarkuar me një flet të akuzë nga pushteti i Serbisë në atë kohë, me vepra penale të rëndë kundra sistemit jugoslav, dhe jam larguar. Ju kam bashkangjit margatës politike shqiptare. Prandaj shteti i Zvicrës ma ka njoftë të drejtën e statusit politik si emigrant, dhe aktivitetet e mia nuk i kam dalë edhe në Mërgat, ju kam bashkangjit shoku atje, siç ishte Jashar Saliu, Gjavit Hoxha e shumë të tjerë. Prandaj jam bërë pjesë e angazhimeve për ta ndihmuar procesin Kosovë, pra procesin e çlirimit të Kosovës nga Serbia. Sa kanë qenë reale këto akuza, zotëri Syl, se ju merrni vesh edhe nga ana juridike? Ato as pak argumente do thotë nuk kanë përdorur Serbia, por ka qenë në formë fushate, vetëm për qëllim të pastrimit nga shqiptarët hapësirën të Kosovës. Prandaj Serbia këto mekanizme e ka përdorur jo në gjeneratën time, por shumë më herët. Për çka emigrant politik nga Kosova dhe nga hapësira shqiptare ka pas gjithë botën. Prandaj edhe mërgata politike ka dhënë ndërmjesin e vet këto procese. Po. Ky libër është një përmbledhje e 5 librave të botuara nga ju. Çfarë analizohet në këtë libër? Çfarë temash janë trajtuar dhe në ato libra të tjera, 5 libra të tjera para kësaj? Kryesisht ky libër është një sublimim i 5 librave të tjerë, do thotë ka
disa largime hekje, disa temave, disa monografive, dhe është si një përmbledhje e gjithë vlerësimeve, veprimtarisë, bagazhit tim nga fusha publicistikës, prej kur kom filluar të merrem me shkrime dhe deri më sot. Po, do të vazhdoni që të botoni prapë libra me të njëjtën temë, apo do të ndryshoni? Sigurisht që edhe situata ka ndryshu, më tash veç është shteti realitet, do thotë jemi shtet sovran i pavarur, mirë po synimet të shqiptarëve nuk ndalen, sepse qëllimi i shqiptarëve është integrimi i shqiptarëve në Evropën e Bashkuar. Prandaj sigurisht që do të merrem edhe të ardhmen me analizat e tilla dhe shpejti ky libër do të jetë i botuar edhe në gjuhën gjermane për në ato shtete gjermane folse. Po, sepse ju jetoni në Zvicër. Në Zvicër dhe na tregoni pak me çfarë tjetër merreni atje. Atje që një vit e kam këshillimore juridike për dhënien e ndihmës juridike ligjore sipas ligjeve të vendit, sipas kushtetutës vendore, kam firmën e regjistruar, e kam një librari duke ofruar lexuesit shqiptar librin shqip me këshillime juridike, me përfaqësimin në fushën civile administrative, cilësitë mbrojtësit juridik. Sa është interesimi i madh? Interesimi është i vazhdueshëm, sepse në këtë Zvicër jurist apo me profesion si që unë avokat nuk ka, pra dhe unë e kam shfrytzuar të drejtë, sepse në Zvicër unë kam qenë statusin e emigrantit politik dhe punëtia s'ka pranuar të punoj, pos profesionit tim, dhe së fundi jam detyruar që të hapi një këshillimore juridike, s'paku të punoj në profesionin tim. E sa ka qenë e vështirë për një shqiptar që depërtoj në Zvicër me e që të punoj në profesionin? Sigurisht ka pas vështirësi, po jonë te kalusi, çdo gjë në këtë botë është te kalusi, me punë, me angazhim, me sinqeritet, korreksi, dhe ja kom kaluar kështu, dhe shpresoj që do të jem shërbim të vëllezërve të mi në vendet ku domethënë në Zvicër, në Austri, Francë, sepse Bazeli është në mesin e 3 shteteve. Aty gravitojnë, do thotë, kërkojnë ndihmë prej meje shumica e shqiptarëve. Një numër i madh shqiptarëve jeton në Zvicër, na trego sa është vendi përshtatshëm për integrim. Zvicra është dikun me popullsi shqiptare 10%. Kështu ka thonë edhe ministri i jashtëm i Zvicrës. Prandaj edhe thotë, edhe ajo thoshte, se jemi të detyruar të pranojmë pavarësinë e Kosovës, sepse 10% të popullit shqiptar i kemi brenda në Zvicër. Po, e sa është e përshtatshme për integrim, apo është e njëjta gjë sikurse në gjithë Evropën? Zvicra është e përshtatshme, por mirë gjeneratat të reja është një mungesë shumë e madhe e institucioneve tona që nuk angazhohen në botë jashtme në emergim për arsimim, për aftësim gjyqësor. Prandaj unë jam skeptik se në të ardhmen do të kemi asimilime kështu, largim nga gjuha, nga tradita, nga kultura. Megjithatë ide tash është mbajt, mërgata, po duhet interesim të institucionit të Kosovës për atë pjesë të mërgatës. Sigurisht që po. Zotër Ystyla, faleminderit shumë që gjetët po t'jeni pjesë e emisionit sotëm. Ju urojmë edhe një herë për librin dhe ju urojmë sukses. Faleminderit edhe juve. Ditën e mirë. Miqtë e dashur, vazhdoni që ndronë në tutje me programin Mirëmëngjesi Kosovë.